4 prill ishte në ditën ndërkombëtare për ndërgjegjësimin ndaj minave, ndërkohë që të mbijetuarit nga armët dhe municionet luftarak në qarkun e Kukësit vijojnë ende tu kërkojnë institucioneve shtetërore që të zbatojnë ligjin për personat me aftësi të kufizuar, si të subvencionohen pajisja me proteza dhe mirëmbajtjen e tyre për të gjymtuarit nga mina. Kujtojmë se në vitet e 1998-1999 kufiri verior Kosovë-Shqipëri u minos nga ushtria serbe gjatë konfliktit me Kosovën. Mbi 3350 preda artillerie u hodhën mbi fshatrat kufitar të qarkut Kukës, ndërkohë që përgjatë 117 kilometrave të kufirit u mbollën një numër i madh minash antiperson dhe materiale të tjera të paplasura. Pas përfundimit të luftës së Kosovës dhe qershor 1999 u desh një dekadë që këto pajisje dekërpruese të pastroheshin nga ekspertët e pastrimit të minave. Që nga fundi i luftës në Kosovë u aksidentuan mbi 268 persona, mes të cilëve 34 humbën jetën, 12 humbën shikimin, 54 u gjymtuan rënd dhe 168 persona të tjerë pësuan dëmtime të shkallave të ndryshme.